bukur. Sa rëndësishme është kjo dhe sa sensibilizuese mendoni se mund shërbej kjo për të ndihmuar ata që kanë nevojë për gjak? Po normal që është një akt human, cilin duhet ta bëjmë gjithë. E unë jam dhëruar si rregull sa është e nevojshme që ose vinë, unë jam i gatshëm. Kërkoj nga gjithë punojësit dhe po bisedoj me ta që të vinë të dhuren gjak, duke dhuruar gjak shpëton një jetë, kuptohet. Dhe është një kontribut jo i vogël. Dhe për këtë arsye duhet të jenë gjithë të gatshëm për të kontribuar. Në fundit është detyrë e gjithë secilit që një ditë të jetë në dispozicion të atyre që kanë më shumë nevojë. Të tilla për të dhuruar gjak dhe praktikoni shpesh diçka të tillë? Po në fakt unë jam një dhuruese e rregullt e gjakut dhe sa herë më jepet mundësia në fakt kam dhuruar dhe pas një lloj më dyshe dhe mendoj që është një nga detyrat më humane që gjithë secili prej nesh ka dhe mendoj që gjithë secili prej nesh duhet ta bëjmë pasi sado pak ne shpëtojmë jetën e dikujt tjetër që me të vërtetë ka shumë nevojë për gjakun tonë. Do thoja, sepse shkon për nevojat të veçanta të njerëzve në tërësi. E dëgjoni shpesh një thirrje të tillë dhe shihni si pjesë angazhimit tuaj? Po, nuk është hera e parë që kam dhuruar gjak, kam dhuruar edhe herë tjera. E vlerësoj, domethënë si një nismë që duhet ta bëjmë gjithë sepse zgjidh probleme në raste të veçanta.